Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqertë i takojnë vetëm të Madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithë ju pra që jeni duke na ndjekur përmes valeve të radio televizionit Islam, më lejoni që fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Mirë se vini edhe në një edicion të këtij emisioni fetar, ku bashkarisht do t'i ndajmë disa minuta dhe do të flasim për dredhit e shejtanit, dredhit e djallit për devijimin e njeriut. Normalisht, kjo ligjërat, apo kjo temë, është vazhdimësi e asaj që përmendëm në ligjëratën e kaluar dhe besoj se është e njohur edhe për ju nga shumë ligjëratat të cilat i keni dëgjuar se djalli shejtani nuk hek dorë lehët, por është luftarak, është këmbgulës dhe mundohet me të gjitha fuqit, me të gjitha mekanizmat, me të gjitha forcat e veta që njeriu ta largojë nga rruga e Allahut të Madhërisëm. Për këtë pra, ai posa kur nuk mund ta realizojë devijimin e njeriu përmes një rruge, del në rrugën tjetër. Kur nuk mund ta arrijë këtë përmes një metode, e kapën metodën tjetër. Pra është shumë këmbgulës dhe nuk hek dorë lehët. Do me thonë, nuk dorëzohet lehët. Ai çdo herë është në aktivitet, çdo herë është në punë, çdo herë është aktiv dhe asnjëherë pra nuk dorëzohet karshi njeriu. Së pari, siç e kemi përmendur në ligjëratën e kaluar, mundohet që njeriu ta largojë nga rruga e Allahut të Madhërisëm me atë që njeriu ta mohon Zotin, pra të bëhet ateist. Kur nuk mund ta bëjë këtë, atëherë kalon në mëkatin tjetër më të madh, që njeriu të bëhet idhujtar, të merr zotra të tjerë krahas Allahut të Madhërisëm. Por përmendëm se idhujtaria, ata të cilët marrin idole, idhuj, nuk është vetëm klasike përmes putave, por kemi edhe idhujtari moderne, kur njerëzit marrin për idole, lojtar, ose këngëtar, ose artist, dhe ndaj tyre sillen sikur që sillet adhuruesi robi ndaj krijuesit. Po edhe një idhull tjetër është materializmi, kur njeriu pra për interesin material nuk shiqon, nuk bën llogari vetëm ta arrijë qëllime materiale, pra bëhet rob i paras. Edhe ky është një idhull modern të cilin njerëzit e kanë marrur. Po nëse edhe këtë shejtani nuk mund ta realizojë, atëherë çka bën? Kalon në një stat tjetër. Tash mundohet ta çon njeriu në mëkate të mëdha. Çka do të thotë në mëkate të mëdha? Mëkatet të mëdha për shembull janë zinaja, alkooli, ngrënia e mishit derit, kamata, si dhe shumë tjera, që besoj se edhe nga hoxhallarët tonë të nderuar keni patur rastin ti dëgjoni. E tash, kur shejtani dështon që njeriu ta mohon Zotin, kur dështon që njeriu të bëhet idhujtar, pra politeist, ta adhuron krahas Allahut edhe zotra tjerë, atëherë kalon në mëkate dhe mundohet që njeriu ta dërgojë në mëkate, veçanërisht në mëkate të mëdha. Mëkate të mëdha, të cilat kur i bën njeriu ndikojnë edhe në disponimin e tij, ndikojnë në jetën e tij, ndikojnë në mbarvajtjen e punëve të tij, ndikojnë në bereqetin e tij, ndikojnë në çdo gjë në jetën e njeriu, në jetën e tij personale dhe familjare. Pra, i shkaktohen kokçari, i shkaktohen probleme, i shkaktohen telashe si rezultat i devijimit të njeriu dhe i dhënies së tij
pas mëkateve të mëdha, për shkak se mëkatet e mëdha janë shkatëruese. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij ka thënë: "Ijtanibu sab'al mubiqat", largoni nga 7 shkatërueset. Dhe këtu ka pas për qëllim 7 mëkatet më të mëdha, siç është vrasja e vetvetes, apo vrasja e dikujt tjetër, siç është kamata, siç është të bërit Allahut shirk, alkooli, betimi i rrejshëm, dëshmia e rrejshme e kështu me radhë. Do të thotë, por nuk janë vetëm ato, ka dhe mëkate tjera të mëdha, të cilave njeriu duhet tu largohet. Dhe në qoftë se analizohet realiteti ynë, pra realiteti muslimanëve të sotëm, do të shohim se me të vërtet çka ndodh. Me të vërtet sot një pjesë e muslimanëve për fat të keq, pra janë të zhytur në mëkate të mëdha. Nuk gjen vend, nuk gjen fshat ku ka musliman e që mos të gjejsh edhe alkool, e mos të gjejsh edhe bigjos, që sot ky bigjos zhvillohet në një formë tjetër. Për shembull, sot nuk ndoshta bigjosi më i parapur nuk është disa lojra që kanë qenë në të kaluar, si për shembull pokeri ose kazinot e ndryshme, por sot bigjosi realizohet përmes asaj që quhen bastore sportive. Pra njerëzit mendojnë se bastore sportive nuk janë gjë. Nuk është ky poker, nuk është i stilit të lojrave të kazinove. Por janë baste, kush do të fitoj, cili ekip do të fitoj. Ndërkaq, bastore sportive janë një formë e bigjozit. Dhe një pjesë e madhe muslimanëve, veçanërisht shqiptarëve musliman, janë të zhytur në këtë bigjoz, në komar, përmes bastoreve sportive. Për fat të keq, duke mos e ditur bile, apo duke mos ura ndërmend se edhe ky është bigjoz. Mos të flasim më do të thot për alkoolin, mos të flasim zot na ruaj për zinan, për shitjen e femrave, një pjesë të femrave muslimane në lindje e në perëndim për para, si që ndodh për shembull në Itali ose në vende tjera, që realisht ata të cilët i bëjnë këto punë, një pjesë e tyre janë musliman, por ja që janë larg islamit. Dhe këtu shejtani ja ka arritur qëllimit. Pse? Për shkak se ka arritur që një pjesë të muslimanëve t'i fut në mëkate, në këto mëkate të mëdha, të jenë bartës të këtyre mëkateve të mëdha. Dhe kur janë bartës të këtyre mëkateve të mëdha, normalisht se e dëmtojnë edhe rrethin, e dëmtojnë edhe vendin, e dëmtojnë edhe shoqërinë ku janë ata. Do të thotë, pasojat e mëkateve nuk i mban vetëm personi, por pasojat kanë një shtrirje më të gjerë edhe në shoqërinë ku jeton njeriu. Për hapja e alkoolit nuk e dëmton vetëm personin që ka një lokal me alkool, por për hapja e alkoolit përmes atij lokali i dëmton gjithë banorët e atij vendi. Për hapja për shembull e shtëpive publike ose për hapja e bastoreve sportive e kështu me radhë. Këto janë pra të gjitha llojet të harameve, të mëkateve të mëdha, të cilat janë prezente për fat të keq në mesin e muslimanëve, dhe pasojat e këtyre sot gjenden të gjithë, jo vetëm te ata të cilët janë bartës të këtyre aktiviteteve të ndyta, të pista, të mbrapshta dhe shkatruese dhe të dëmshme të rrezikshme, por edhe të shoqëria më gjerë, për shkak se shumë njerëz, shumë bijtë tanë, shumë vëllezër dhe motra tona mund të jenë viktimë e këtyre harameve. Për dallim në qoftë se nuk kishin qenë normalisht, se edhe mundësia e kontaktit të atyre me këto harame do të ishte normalisht edhe më e vogël. Për atë pra, këtu kemi të bëjmë me pasojat të cilat i mban, apo të cilat përhapen në gjithë shoqërinë, e jo vetëm për ata të cilët i bëjnë këto veprime. Për atë pra, shejtani kur e sheh se nuk mundet të arrijë sukses përmes mohimit të Allahut ose të bëri çok Allahut, kalon në stadin tjetër, mëkatet, në shkallën tjetër, mëkatet e mëdha, normalisht me ato më të rëndat. Dhe mundohet që njerëzit t'i devijojnë përmes shtyrjes së tyre që të bëjnë mëkate të mëdha. Dhe këtu dorën në zemër ja ka arrit qëllimit, për fat të keq.
Pra realiteti muslimanëve na bën të themi se këtu shejtani është optimist, ja ka arritur qëllimit, pra me shumë harame, të cilat janë prezente në mesin e muslimanëve dhe të cilat kanë marrë edhe hof të madh në mesin e muslimanëve dhe gati pra nuk gjen fshat, nuk gjen qytet, nuk gjen lagje ku jetojnë muslimanët e mos të jetë prezente ndonjë nga harame, qoftë alkooli, qoftë bixhozi, zot na ruaj zinaja, kamata, edhe shumë rishfeti e shumë pra mëkate tjera të mëdha dhe këto janë shkatruese. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për mëkate të mëdha, na ka tërhekur vërejtjen që mos të jepemi pas mëkateve të mëdha dhe po ashtu për disa në mënyrë të veçantë ka folur edhe ka thënë për shembull për zinan edhe për kamatën, në qoftë se përhapen në mesin e një populli, ai popull tha, atij populli pra i ka ardhur mbi kokë një bela e madhe. Për atë është e rëndësishme që muslimanët të vetëdijsohen dhe të shohin se shumë probleme që na paraqiten sot ne, jo vetëm neve, po gjithë botës, janë rezultat mëkate të mëdha dhe puna aktive e shejtanit në devijimin e njeriut dhe në dhënien në drejtimin e njeriut në këto mëkate të mëdha. Si rezultat i zinas paraqitet sidra, si rezultat i alkoolizmit paraqiten ndeshjet e komunikacionit dhe shumë gjëra tjera, si rezultat i vjedhjes paraqitet fukaralloku, si rezultat i korrupsionit, mitos, paraqiten vrasjet, paraqiten tollovit e ndryshme, paraqitet destabilizimi në shoqëri, paraqiten shumë probleme tjera pra, si rezultat i kamatës paraqitet urrejtja dhe paraqiten hakmarrjet e kështu me radhë. Krejt këto pra janë rezultat i mëkateve. Për atë besimtarët duhet të jenë bartës të luftimit të këtyre dukurive negative e jo të jenë vetë ata pra zbatues dhe veprues të tyre. Për atë ne si besimtar, si musliman, duhet të jemi ata që popujve tjerë t'u hapim syt që mos të bien në këto harame se janë të rrezikshme, të kopshme, janë të dëmshme, janë me një fush veprimi të gjerë në kuptim negativ për shoqërinë, e jo vetëm për vepruesit e tyre, e jo ne të jemi pra vetë bërës të atyre mëkateve. Është për të ardhur keq ajo që shihet në mesin e muslimanëve, në shoqëritë ku jetojnë muslimanët, në fshatrat e muslimanëve, në qytetet, në lagjet e muslimanëve, pra për hapja e këtyre dukurive negative. Allahu xhallashanuhu në Kur'anin famlar thot: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu", në qoftë se ju u largoheni mëkateve të mëdha, të cilat ne u kemi ndaluar juve, apo nga të cilat ju ndaloheni, nuk ke fir, ne do t'u falim mëkatet e vogla. Pra, në qoftë se ju ndaloheni, largoheni, i braktisni mëkatet e mëdha të cilat u kemi ndaluar në mënyrë të prershme dhe mëkatet e vogla janë të ndaluara. Por tu qëllimi është pra mëkatet e mëdha dhe ajo që sjell dëme të mëdha, ne thot do t'u falim mëkatet e vogla të cilat janë jo shumë të rënda, por kërkohet prej nesh që të largohemi prej mëkateve të mëdha, në qoftë se dëshirojmë të kemi jetë të lumtur, në qoftë se dëshirojmë të kemi jetë të qetë dhe në qoftë se dëshirojmë që të kemi një shoqëri stabile dhe breza të shëndosh. Po shejtani për të larguar ty si i ri ose në përgjithësi njeriu nga rruga e Allahu xhallashanuhu, normalisht përdor edhe dredhi. Për shembull, në qoftë se ndalesh edhe analizon ta zëm punën e alkoolit, ose punën e zinas, ose punën e bixhozit, kështu të ndalesh se është mëkat, njeriu nuk e bënte. Mirë po shejtani provon, pra ka dredhit e veta, i shfrytëzon disa momente edhe të bën vezvese. Edhe çka i thot? I thot për shembull të riut, shiqo thot, ti duhet ta jetosh jetën tënde. Nuk është mirë që ti mos e jetosh jetën tënde. Nuk është mirë që ty të kaloj rinia edhe nuk ke bërë kur gjë. Ti do të plakesh. Ti do të arrish moshën e pleqësisë, atëherë do të shkosh në xhami. Tash sa je i ri, pra jetoje jetën tënde. Edhe tash i riu mashtrohet nga kjo, edhe thot se me të vërtet unë pra
do të bëj teube, do të pendohem kur do të plakem, tash sa jam i ri ta jetoj jetën time, si do ta jetoj unë jetën time? Po jeta nuk jetohet me harame. Të bësh harame do të thotë se kënaqesh me rinin tënde. Ti devijon, ti largohesh nga rruga, ti ja ekspozon veten tënde rrezikut kur bën mëkate. Pra është një koncept i gabuar të mendojë dikush se rinia përjetohet përmes mëkateve. Jo, nuk jetohet rinia përmes mëkateve. Ajo është ëndër, ajo është iluzion, ajo është mashtrim i shejtanit, ajo është humbje e rrugës. Pra nuk është e vërtet. Rinia jetohet dhe përjetohet duke qenë në rrugën e Allahu xhaleshanu. Atëherë je i mbrojtur prej mëkateve, je i mbrojtur prej sëmundjeve, je i mbrojtur prej pasojave të mëkateve të cilat janë të kopshme, je i mbrojtur në aspektin moral, material dhe nga të gjitha aspektet tjera. Për atë pra, rinisi futet përmes kësaj. Dhe thot ti duhet të jetosh jetën tënde, për atë edhe i shef shumë të ri që as që duan të dëgjojnë për aspektin fetar, me pretekst se kjo do të ndodh, po do të ndodh kur do të plaken, e tash ata duhet të jetojnë jetën e tyre dhe u jepen harameve, veçanërisht zinas edhe alkoolit. Mandej, shkon për shembull te komarja, te bixhozi, edhe thot se ju keni mundësinë të fitoni përmes pastoreve sportive ose përmes bixhozit në për kazino ose formave tjera të bixhozit, ju keni mundësinë ose loto, lojrave të fatit për shembull. Ju keni mundësinë të fitoni shumë. Edhe çka bën njeriu pra me pretekst se do të bëhet i pasur brenda natës dhe pa punuar, edhe futet në haram. Luan lojra fati, loto luan ose bastore sportive, kur do ta bëje bilansin e vet në fund, më shumë ka harxuar se sa eventualisht që ka mundur të kap ndonjë përfitim material. Edhe kush e di çfarë përfitimi të jetë, ajo është humbje për shkak se është haram. Shiqoni pra, ja i përdor këto metoda që njeriu mos e vërej se është duke gabuar. Njeriu mos vetëdijsohet, por të mendoj se ka një lloj të drejtë ai ta bëj këtë gjë. Qoftë në emër të rinisë, ta jetoj jetën e vet, qoftë në emër të pasurimit. Pra të arri pasuri, edhe ati nuk mund të dhe ta bindish. Pse kur e shef për shembull se lotoja në Gjermani ose në Zvicër ose diku tjetër është bërë me miliona euro ose franga zvicerane, çka bën? Ai krejt mend aty i ka, nuk i ka mend të harami. Vetëm si ti fitoje bile edhe e keqja çka është, disa thonë se e po si ti fitoj hoç, unë do të jap, do të bëj xhamia. Nuk është mëzor të Allahu xhaleshan për haram. Edhe muslimanëve nuk ju duhen ato xhamia që ti përmes haramit do të mendon ti bësh. Po kjo është mashtrim i shejtanit, ti të mashtroje se me i fitu ti do të arrish. Do të bësh punë të mira. Jo, me haram nuk bëhet punë të mira bëhet me halal. Edhe ti në vend që të fitosh do të humbish shumë, edhe haram ke humb në aspektin moral dhe fetar, po nga ana tjetër po ashtu ke humb edhe në aspektin material, në vend që ato para ti han fëmijët tuaj ose ti shpenzosh për nevojat tua familjare, ti i çon në bastore sportive ose në lojra të fatit tjera. Në vend që ti japësh për shembull një fukaras, një ndihmë, ti i çon në bastore sportive me pretekst se kur do të fitosh shumë, atëherë do t'u japësh atyre dhe asnjëherë nuk fiton. Pra, këto janë forma se si shejtani mundohet që njeriu ta fut në mëkate, ta drejton në mëkate. Pra, prej një mëkati në mëkat tjetër, prej më të madhit vazhdon të ecë, bile edhe në qoftë se bie në mëkatet më të ulta, vetëm që njeriu mos e lën si besimtar të denj, por t'i bën këto mëkate dhe çdo herë në jetën e vet të jetë i ndyr, pra, të jetë i zhytur në mëkate. Është obligimi që të jemi të vetëdijshëm, t'i hapim syt dhe mos bijem viktim e shejtanit dhe e dredhive të shejtanit. Se shejtani është këmbgulës, shejtani është mashtrues, shejtani nuk hek dorë. Mos mendojmë ne se unë e besoj se Allahu është një edhe çdo gjë është kri këtu. Jo, se shejtani nëse nuk mundet të të bindet ti se nuk ka Zot, ose se Zoti nuk është një, ai nuk hek dorë, do të mundohet të të futet në mëkate tjera. Pra, në radhë janë mëkatet e mëdha, që janë edhe të dëmshme për shoqërinë edhe shkatruese, po në qoftë se nuk mund të të futet në mëkate të mëdha, shejtani përsëri nuk hek dorë. Çka?
të fut në mëkate të vogla. Dhe këtu është gabimi i madh i muslimanëve. Mendojnë se mëkatet e vogla nuk prishin punë. Na i fal Zoti neve. Zoti na i fal, ama ne nuk bën t'i bëjmë. Se mëkatet e vogla, mëkat pas mëkati bën mëkate të mëdha. Vazhdimi në mëkate të vogla të çet apo të çon në mëkate të mëdha. Këmbgulja në mëkate të vogla i bie mëkate të mëdha. Mëkatet e vogla kur grumbullohen e mbulojnë zemrën tënde, të ndalojnë nga pendimi, ta shuajnë ëmbëlsinë e imanit si mëkatet e mëdha e njëjtë, edhe atë pa e vërejtur dhe duke menduar ti se nuk ka problem këtu, këto janë mëkate të vogla. Pra është një rrugë mjaft e rrezikshme e shejtanit për devijimin e njeriut, futja e njeriut në mëkate të vogla. Për shkak se në mëkate të mëdha sado kudo njeriu bile e di se nuk bën, qoftë alkool, qoftë zina e kështu me radhë. Por mëkatet e vogla problemi është se njeriu nuk i kujtohet. Pra mendon se janë punë të vogla e na i fal Allahu. Allahu na i fal, por Allahu edhe dënon. Edhe nuk është në rregull zoher të thirresh në faljen, se Allahu xhaleshanu e përmend faljen, po e përmend edhe dënimin. Se kjo ti mbyll syt në qoftë se nuk e kupton si duhet faljen. Ti mbyll syt dhe të bën që ti të vazhdosh në mëkate. Shejtani pra në qoftë se nuk mund të çojë ti të bësh mëkate të mëdha, ai nuk hek dorë, vazhdon me çka? Vazhdon me mëkatet e vogla. Dhe mëkatet e vogla përsëri të vënë ti pika në zemër të zeza, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto pikat e zeza, në sado që të imta të jenë, në qoftë se janë shumë, edhe këto ta mbulojnë zemrën tënde. Dhe zemra jote nuk ndjen gjë. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij ku thotë se kur njeriu bën një mëkat, i vehet një pikë e zezë në zemër. Në qoftë se pendohet fshihet, po në qoftë se nuk pendohet, ajo zgjerohet, hapet, shumohen edhe pika të tjera dhe ja mbulojnë krejt zemrën dhe më ai ka zemër me të cilën nuk ndjen kur gjë. Pra kjo është një punë shumë e rrezikshme. Bile edhe shejtani e përdor metodën tjetër për mëkatet e vogla. Në qoftë se edhe dikush ta tërheq vërejtjen ty se nuk bën të bësh mëkate të vogla, shejtani ti përsëri të hek dhe të fut në këtë rreth. Pra të largon nga devotshmëria dhe të fut në rrethin e mëkateve të vogla. Pse? Të bën ti marrësh si shembull ata që bëjnë mëkate të mëdha dhe të thuash, po unë në krahasim me ata të tjerë që bëjnë mëkate të mëdha, lule jam, s'ka problem. Unë kam ba shumë pak kam baja, ja filani shoku yt atje, ai bën mëkate shumë më të mëdha se ti, dhe ti sikur gjen një satisfaksion të ai që bën mëkate të mëdha dhe nuk largohesh prej mëkateve të vogla. Dhe këtu është rreziku që pastaj ti të dal nga darë të futesh edhe në mëkate të mëdha. Pra shiqo, shejtani një herë të mashtron se këto janë mëkate të vogla, pastaj të bën të marrë shembull të ata të cilët bëjnë mëkate të mëdha dhe me këtë të mbillen syt ti. Shejtani normalisht kur nuk mund të arrijë qëllim që të bësh mëkate të mëdha, të bën të bësh mëkate të vogla. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe brezat e parë të umetit islam, brezat e artë të kësaj popullatës muslimane, kanë qenë shumë të kujdesshëm veçanërisht ndaj mëkateve të vogla. Pse? Se mëkatet e vogla nuk vërehen dhe njeriu ka një botkuptim të gabuar se nuk janë gjë. Janë thjeshta, i minimizon dhe shejtani çon ti minimizosh dhe kjo të fut ti që të vazhdosh në mëkate. Kanë thënë pra sahabët e pejgamberit, tabiinët, pasuesit e tyre dhe gjeneratat e artët islame, problemi i mëkateve të vogla kuri mos e shiqo mëkatin, po shiqo atë ndaj të cilit e bën mëkatin. Ti po mund një mëkat mos të jetë i madh, të jetë i vogël, por për ty ai duhet të jetë po aq i rrezikshëm sa mëkati i madh. Pse? Kanë thënë shiqo atë ndaj të cilit bën mëkat, mos e shiqo vetë mëkatin. Pra mëkatin e bën ndaj Allahut. Nuk ka Allahu i madh i vogël. Allahu është absolut. Pra, te Allahu xhaleshanu ti bën mëkat ndaj krijuesit dhe nuk mund ta cilësosh krijuesin në këtë formë. Por mëkati cilësohet ama kur e ke parasysh se edhe mëkati i vogël ndaj krijuesit tënd bën mëkat, pra, atëherë edhe ai nuk duhet të bëhet. Dhe në qoftë se dëshiron besimtari që t'ja mbill rrugën shejtanit, atëherë duhet të jetë i kujdesshëm
që edhe mëkateve të vogla tu ik, për shkak se edhe mëkatet e vogla janë armë e shejtanit, janë mekanizëm i shejtanit për devijimin e njeriut. Dhe këtu pra shumë njerëz gabojnë, duke menduar se ja, nuk janë gjë, edhe vazhdojnë në rrugën e mëkateve. Zot na ruaj, mandej këto mëkatet e vogla të çojnë në mëkate të mëdha, mandej bilet të çojnë edhe në kufër, se ashtu është ajo pra, futesh thellë e më thellë. Për atë ne duhet t'u apresim, që apresim rrugën gjallit, mos të futemi në mëkate të mëtutjeshme dhe të lutim Allahun xhaleshanuhu që të na fal mëkatet tona të mëdha e të vogla, për shkak se mëkati kur trashet, atëherë bëhet i madh. E ne në qoftë se nuk pendohemi, në qoftë se nuk kthehemi, atëherë me veprimtarinë tonë e trashim mëkatin dhe e rrezikojmë veten tonë, e dobësojmë imanin tonë, se dhe mëkatet e vogla e dobësojnë imanin, jo vetëm mëkatet e mëdha. Normalisht Allahu xhaleshanu i fal mëkatet në qoftë se pendohemi në taj, po ne duhet të pendohemi dhe mos ta vëmë pendimin në harez, dhe mos të mendojmë se ja, janë mëkatet e vogla, nuk prishin punë. Jo, nuk duhet kështu të mendohet, po duhet të kihet parasysh se edhe këto mëkate bëhen ndaj Allahut dhe t'i kërkojmë atij falje edhe për mëkatin më të vogël, se nuk e dim jetën tonë dhe nuk e dim edhe ne se shejtani e shfrytëzon çdo moment që të na fut neve thellë e më thellë. Po në qoftë se shejtani nuk arrin sukses edhe në mëkatet të vogla të na fut, çka bën? A dorëzohet? Jo, nuk dorëzohet. Kalon në hapin tjetër. Çka është hapi tjetër i shejtanit? Hapi tjetër i shejtanit është që neve mos të na lënë të bëjmë punë të mira. Tash, ka disa njerëz nuk bëjnë mëkate, në rregull është. Mirë po, nuk është sukses edhe nuk është realizim i devotshmërisë që vetëm mëkate më bësh. Por ka njerëz që nuk bëjnë mëkate, ama edhe punë të mira nuk bëjnë. Nuk bëjnë punë të mira. Dhe shejtani kur e sheh se nuk mund të futet në mëkate, as të mëdha as të vogla, çka bën? Atëherë mundohet të të ndaloje dhe të pengoje nga punët e mira. Dhe edhe këtu ja ka arrit qëllimit të shumë njerëz. Ka shumë njerëz tonë, valla, une nuk falem, nuk lutem, nuk shkojnë në xhami, ama keq nuk bëj. Shiqo pra, tamam, ti keq nuk bën, mëkate nuk bën. Ama edhe punë të mira nuk bën. Po a ka mëkat më të madh dhe më të rrezikshëm se sa mos i biesh në sejdë Allahut? Ama këtu problemi jo disa njerëz që thonë unë nuk bëj keq, nuk bëj mëkat, sa ata mëkat e konsiderojnë vetëm ta përgojosh dikë, ti vjedhësh dikuj, ta vrasësh dikë, ose të bësh mëkatet më mëdha, për shembull zina ose alkool, e thotë unë këto nuk i bëj. Por mëkatet nuk janë vetëm këto. Mëkat është edhe mos i biesh në sejdë Allahu xhaleshanu. Jo vetëm mos i bësh dëm dikujt. Ajo që mos i bësh dëm dikujt është mëkat ndaj personit. Ndërkaq, mos i biesh sejdë në Allahut, mos e falish namaz, është mëkat ndaj Allahut. E disa këtë nuk e konsiderojnë mëkat, po mëkat e konsiderojnë mos i bësh keq dikujt. Edhe thonë, ja, pra unë mëkates bëj, keq nuk bëj, pa edhe në xhami nuk shkoj. Kjo është dredhia tjetër e shejtanit. Mëkat nuk ka më të rrezikshëm se sa mos i biesh në sejdë Allahu xhaleshanu. Dhe shejtani në qoftë se nuk arrin ti të shtyj të bësh mëkate, për shembull mëkate të mëdha ose të vogla, shejtani atëherë ty të shtyn që të mos të bësh punë të mira, mos të bësh punë të dobishme. Edhe këto janë mëkate në veti. Pra shejtani kënaqet edhe në këtë drejtim. Edhe të shumë njerëz pra ja ka arrit qëllimin me këtë pretekst, edhe ky është një mashtrim shumë i rrezikshëm i shejtanit për njeriu. Pse? Se njeriu nuk është në gjendje ta vrej gabimin që është duke bërë në këtë drejtim. Edhe çka bën? Krejt kohën e kalon në punë të kota, në punë pa dobishme, nuk i bie në sejdë Allahut dhe ri rahat me e keqja që është. Nuk të kujtohet. Pse? Ri rahat me pretekst se ti nuk bën keq. Mirë nuk bën, ama edhe keq nuk bën. Pikrisht kjo është pra metodë e shejtanit. Kjo është rrugë e shejtanit. Kjo është mekanizëm i shejtanit. Edhe nuk duhet ta kuptojnë njerëzit se mëkat është vetëm për shembull dikujt ti vjedhish diçka ose ta përgojosh dikën.
Këto janë mëkat, ama janë një lloj mëkati. Mëkatet janë shumë llojshme. Mos bësh mirë është mëkat veti. Mos falish namazin është mëkat po ashtu. Pra nuk duhet kjo të lehet anësh dhe të mendohet se nuk është gjë. Jo, edhe kjo është mëkat, por atë shejtani në qoftë se nuk mund ti të çti të bësh disa mëkate që janë kështu vullgare, që edhe pjesëtarët e feve tjera i konsiderojnë mëkate, edhe punë të këqija, të çon ti të pengon ka punët e mira. Punë e mirë është namazi, edhe farz është, por edhe punë e mirë është, edhe shumë punë mira tjera. E tash, ti në qoftë se nuk i fal farzet dhe nuk bën punë të mira tjera, atëherë ti shejtanit e ti çka ka bërë? Ka arritur një qëllim dhe ka arritur ti të devijoj dhe ka arritur ti të largoj nga rruga Allahu xhaleshanu. Dhe ti pra çka bën tash? Nuk bën asi gabime kardinale, mirë po largohesh nga rruga e Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Dhe ky është një sukses i shejtanit. Dhe kjo është një metodë e shejtanit. Kjo është një formë se si shejtani njerëzit i largon nga rruga e Allahu xhaleshanuhu. Dhe nuk duhet njeriu të mendoj pra se në qoftë se nuk bën mëkate të mëdha ose mëkate të vogla vullgare çka janë, se ai akri puna shejtani s'ka mund të mashtroje. Pikrisht me ndalimin e njeriut nga punët e mira, shejtani po ashtu ka arritur një nga qëllimet e tij. Dhe çka të bën të merresh me punë të kota, me punë të padobishme, me punë jo të rëndësishme, dhe këtë kohën ti e kalon këto punë ndërkaq obligimet që i ke ndaj Allahut, obligimet që i ke ndaj krijuesit ti nuk i bën. Por atë pra vëllezër dhe motra të nderuara, ne si besimtar duhet të jemi shumë vigjilent, duhet të jemi shumë siqer, nuk duhet të dorëzohemi para djallit, dhe nuk duhet gjërat të kuptojmë shumë si të dorës së dytë, dhe nuk duhet të shiqojmë vetëm se unë bëj mëkate të mëdha apo nuk bëj mëkate të mëdha, por shejtani ka shumë forma se si ti të devijon. Bile, shejtani ndonjëherë të devijon edhe përmes adhurimit, si për shembull brenda në xhami, ai nuk do të thotë se ti nuk bën punë të mira edhe u kri puna. Jo, po ti për shembull mëkate të mëdha nuk bëne, mëkate të vogla nuk bëne, punë të mira bën, hire në xhami. A hek dorë shejtani? Jo, shejtani nuk hek dorë edhe atë. Pse? Të futet në xhami mundohet ti të devijoje tash. Si? Ti edhe pse ke nis të falesh tash, ai mundohet që brenda namazit të tërheq vëmendjen. Dvin ati në namaz, do me thënë nuk hek dorë edhe në namaz të kur je. Mundohet të largoj nga vëmendjen tënde të largoj nga namazi, po ti ta falish namazin mekanikisht. Pra mos mendojmë ne edhe kur him në xhami dhe lidhemi në namaz, kur bëjmë punë të mira me një fjalë, se a kry punë, tash e mundëm shejtanin. Jo, shejtani edhe atëherë mundohet të devijoj, e shfrytëzon deri në momentin e fundit. Pasi ke hi në xhami, mëkat nuk bëne. As të madh as të vogël. S'mundi të të ndaloj dhe të të pengoj nga punët e mira, bën punë mira, tash brenda punëve të mira mundot të të prishe, si? Të bën për shembull ti që kur të hish ta falish namazin, namaz mend mo i kesh aty, por mend të shëtiti dhe vetëm mekanikisht ta falish namazin. Pastaj, në qoftë se jep sadaka, ja ke bën një punë të mirë, por shejtani nuk të hiqet, mundohet në atë sadaka që jep të ta futet ti qëllimin të ta prishe. Mos të jesh i sinqert, po ta bësh për sy e faqe. Të mundosh që të lavdrojnë njerëzit apo të kërkosh të lavdrojnë njerëzit. Pra shiqo, shejtani nuk hek dorë. Shejtani është mjaft këmbgulës që ti ta bësh edhe të duash njerëzit të lavdrojnë, ta bësh për sy e faqe, pra të bëhet muhabeti, ta bëjnë njerëzit muhabetin tënd se filani kaç ka dhënë, kaç ka ndërtuar dhe ti, pra kjo të mburesh, të ngritesh kështu me radhë dhe të lavdrohesh. Edhe kjo është formë e shejtanit. Për shembull sadaka, namaz të largon prej vëmendjes, të largon prej namazit. Nuk bën të falesh për hir të Allahut, por për ndonjë interes tjetër. Ose për shembull haxhi. Haxhi është obligim vetar, po ti në qoftë se nisesh shkosh haxh, mos mendo se shejtani është dorëzuar. Jo, shejtani mund të ta prishë jetën tënd të haxhit, që ti të shkosh në haxh edhe duash njerëzit të thonë haxhi, edhe më nuk thon dikush haxhi, ti dhrohesh. Shiqo pra, shejtani tri aty.
edhe në xhamin brenda të futet, mundohet të ta prishet ty, do të thot një jetin tënd brenda punëve të mira. Kështu duhet ta kuptojnë besimtarët këmbguljen e shejtanit, se nuk mbaron çdo gjë nëse unë jam lidhur në namaz. Edhe brenda namaz shejtani mundohet ti të largoje. Edhe brenda namaz shejtani mundohet ti të ta prishe qëllimin tënd, të ta prishe niyetin tënd, sinqeritetin tënd. Për shembull, nëse takosh me një vëlla dhe ke mohabet, shejtani nuk ke dorë, shejtani mundohet atë vëllazërin tënd të ta prishe me lloj problemesh tjera. Pra të ndërfutet edhe në adhurim, edhe përmes adhurimit mundohet ti të largoje nga rruga Allahu xhaleshanu, me atë që gabimisht do ta bësh adhurimin ose sinqeritetin të ta prishë në adhurimin ton, pra niyetin mos e bësh për hir të Allahu xhaleshanu ose përmes formave tjera. Para të besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm shumë në këtë drejtim dhe nuk duhet të mendojnë se unë shkova në xhami dhe ja shejtani kapituloi. Jo, shejtani nuk kapitulon, shejtani e vazhdon punën e vet dhe ne duhet edhe në namaz kur jemi me këtë qenjen ton duhet jemi në namaz. Mos i lëm hapësirë shejtanit pra që ai të manipulon me ne dhe mos i lëm vend shejtanit që ai të depërton në mesin ton, se shejtani nuk na lë në rahat edhe në xhami. Për shembull, si vrenti te muslimanët sot në xhami, falen në një saf di vëllezër, njëri me mjekër, njëri pa mjekër dhe e shiqojnë shtrembët njëri tjetrin. Me si urrejtje e shiqojnë njëri tjetrin. Pse? Shejtani ja ka fut. Njëri që ka bë të gërdiq me mjekrën, tjetri që ka bë të gërdiq me ruajtjen e mjekrës. Edhe tash, çka? Edhe në qoftë diçka sipas teje është gabim, për shembull, dikush që nuk mba mjekër, është gabim sipas teje që nuk mba mjekër, por derisa fal namaz, derisa është në xhami, nuk bën ta shiqosh me si të urrejtjes. Për shkak se për të gjithë dietarët nuk kanë thënë se mjekra është fars. E tash ti shiqo shejtani çka të bën. Ai vëlla musliman me ti ka ardh, ti e shiqon me si të urrejtjes vetëm se nuk ka lëshu mjekrën. Ose pak i tjetri e shiqon me si të urrejtjes atë që ka lëshu mjekrën pak më të madhe vetëm se ka lëshu mjekrën. Ti nëse nuk ka lëshu mjekrën, nuk do të thotë se krejt duhet të jenë si ti. Ai mendon se duhet lëshojë mjekër. Atë di falen në një vend dhe ati e gjen hapësirën pra shejtani të depërtojë dhe ta prishë vëllazërin e atyre, duke u fal të ditë në një saf. Pra njëri tjetrit, duke u drejtuar në një kible, duke bërë një niyet, duke e lutur një krijues, pra, por e shfrytëzon momentin më të vogël për shembull që ta futë urrejtje në mes tyre. E shfrytëzon diçka që është kontestuese, diskutabile që ta prishë vllazërilloku në mes tyre. Kështu është shejtani, mos mendojmë ne se çdo gjë përfundon. Dhe kjo është evidente na për xhamit tona. Kur gjen në një xhami për shembull tabore njerëzit, vëllezërit në mes vetit tabore, e urrejnë njëri tjetrin, folin keq për njëri tjetrin. Njëri thotë se ky është i shitur, punon për filanin, ky tjetri thotë ky është në xhenem se nuk e bën këtë punë. Kur do ta shohësh pra krejt kjo në favor të shejtanit. Krejt këto gjëra shkojnë në konton e shejtanit. Për atë ne si besimtar duhet të jemi të vetëdijshëm, duhet të jemi koshient, duhet të mos të lëm hapësirë që shejtani të luan me ne, shejtani të na mashtron, shejtani të shfrytëzon këto gjëra, por ne duhet të shiqojmë gjërat prioritare, gjërat ku jemi bashkë ne dhe të kemi kuptim për njëri tjetrin, për gjërat që janë diskutabile, se njerëzit dallojnë në mendime njëri nga tjetri. Nuk do të thotë se patjetër krejt të mendojnë si ne. Patjetër krejt të kenë mjekër, nuk është patjetër se dikush nuk e konsideron atë fars. Po nuk është patjetër edhe krejt të ruajnë mjekrën, se dikush e konsideron atë fars, edhe ne duhet kemi pra kuptim për njëri tjetrin me qëllim që mos i lëm shejtanit hapësirë që përmes farzit që dikush e kupton, ose sunetit të pejgamberit, ose një punë të mirë dikush nëse e kupton thjesht si një punë mirë, të na fut për çarjen dhe urrejtjen njëri me tjetrin. Këto pra ishin disa nga dredhit e shejtanit, disa nga format e shejtanit, mekanizmat e shejtanit, rrugët e shejtanit që i përdor për devijimin e njeriut. Normalisht ka edhe shumë për të folë për këtë temë, por besoj se mesazhi është i qartë. Të jemi të vetëdijshëm, të jemi sinqert se shejtani është luftarak dhe këmbgulës dhe ne mos i lëm hapësirë për shkak se ai mundohet ta shfrytëzoj edhe boshllokun më të vogël
për të depërtuar në mesin ton dhe për të na larguar neve nga rruga e Allahut xhaleshanu. Lusë Allahun xhaleshanu që nga rruga e shejtanit të na largon shejtanin nga ne, të na bën besimtar të drejtë dhe të na forcon në rrugën e tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, unë ju falenderoj që qëndruat me ne për këto minuta ta ndiqni këtë ligjërat. Allahu xhaleshanu inshallah ju shpërblen me të mirat e tij të pakufishme dhe inshallah këto fjalë janë të dobishme si për mua si ligjërues, po ashtu edhe për ju që na keni ndjekur. I falenderoj vëllezrit në studion në Kavaj për mbarvajtjen e këtij emisioni dhe me shpresë inshallah që përsëri të shihemi në emisionet tona të ardhshme. Unë Bashkim Aliu ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.